Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme. Me mos mirënjohjen. Historinë ma ka shkruar një zotëri i nderuar nga qyteti i Gostivarit, i cili jeton në Zvicër, ka dashur të ndajë rrëfimin e jetës së tij, duke besuar në dashuri, duke besuar në njeriun e jetës, duke besuar në një grua që do t'ishte partnerja ideale e jetës së tij, në momentin kur gjithçka arriti të merr kuptimin e bukur dhe familja të merr epitetin familje, gjërat aty përfunduan. Unë jam një burr nga Gostivari, i rritur me mund e me djers, me zemër të thyer që sot shkruan këto fjalë me slotësh në sy dhe heshtjes që më mbyt çdo natë. Jetoj në Zvicër tash e disa vite, në një vend që më dha punë, por jo qetësinë shpirtërore. Unë nisa këtu me ëndrrën për një jetë më të mirë, për të ndërtuar një familje, për të qenë dikush që do të mbështetet mbi dashuri dhe mbi sakrificë. Por jeta më mësoi se ndonjëherë edhe kur jep gjithçka, në fund mbetesh bosh, i shkatëruar. Para shumë vitesh, unë njoha me një grua. Ishte e ve me 2 fëmijë të vegjël, 2 jetim që më shikuan si shpëtimtar. Nuk e di pse, por më dhëmbi shpirti për ta. E pash si një grua që kishte nevojë për mbështetje, për një dorë, për një krah të fortë në kurrizin e saj të lodhur nga jeta. E martova me gjithë shpirt, me gjithë respektin që një burr i ndershëm mund të ketë për një grua dhe për fëmijët që nuk i solli vetë në jetë, por që i pranoi si të vetët. U bëra babai atyre. I shkollova, i vesha, i ushqeva, i edukova, i përqafova në netët e gjata kur s'kishin gjumë. Më thërisnin baba, dhe ajo fjalë ishte bekim i imi më i madh. Mendova se më në fund Zoti më kishte shpërblyer me një familje. Por pas disa vitesh, kur u bë gjithçka e qëndrueshme, kur fëmijët ishin rritur dhe unë punoja ditë e natë që të mos u mungonte asnjë gjë, ajo u ndryshua. Filloi të më largonte, të më ftohte, të më trajtonte si huaj në shtëpinë time. Kur më në fund, më dha vajzën time të vetme, ndjeva sikur Zoti më bekoi me diçka që më përkiste vetëm mua. Një copë e shpirtit tim, një krijesë e gjakut tim, një dritë në errësirën time. Por edhe ajo, edhe atë ma mori. Një ditë pa paralajmërim, pa shpjegim, ajo iku, më la, më mori gjithçka, më mori rrobat, kujtimet, dokumentet dhe më e tmerrshmja, më mori edhe vajzën tonë. Më la shtëpinë bosh dhe zemrën të shkatëruar. Nuk më la as të shihja vajzën kur të dua. Nuk më dha të drejtën as ta dëgjoj kur të dua zërin e saj. E rita djalin e huaj si të ishte i mbirë, por vajzën time, të vetmen, ma fshehu nga syt, ma ndaloi frymën, ma preu jetën për gjysëm. Sot, çdo mëngjes zgjohem me mendimin e saj. Çdo natë e mbyll syt me shpresën që do e shoh në ëndër. Kam humbur dëshirën për gjithçka. Shkoj në punë si robot. Ha nga zori. Flas me njerëzit si i largët, por brenda meje jam duke vdekur çdo ditë nga pak. Kjo është depresioni im. Të dish që dikush për të cilin ke sakrifikuar gjithçka, të tradhtoj,
të përçudoj, të vrau, të lanë errësirë. Kam shkuar në gjyq, kam kërkuar të drejta, kam qarë para institucioneve, por gjithçka një ditë Zoti do ta zgjedh. Nuk dua asgjë nga ajo grua. Jo më, dua vetëm vajzën time. Dua vetëm të më lejohet ta shoh, t'i flas, t'i them që babai i saj jeton për të, vuan për të. Nuk e kam haruar kurrë dhe do e pres gjithë jetën. Dua t'i them se ajo është zemra ime, shpresa ime dhe fryma ime e vetme. E tërë kjo botë është e padrejtë. Gruaja ime, ajo që mendova se ishte nën e fëmijëve tanë, më përdori si shkallë për të ngritur jetën e saj dhe të fëmijëve të saj nga një martesë tjetër. Pasi e mori gjithçka, më la, pa falënderim, pa ndjesë, pa më shikuar në sy. Nuk ka drejtësi në këtë botë, nuk e di ku është, por nëse ka drejtësi te Zoti, atëherë lus çdo natë. O Zot, mos më haro. Jep më një shpresë, më still vajzën time, më jep një grimcë qetësie, sepse zemra ime është bërë copë dhe s'kam më fuqi të duroj. Ky është rrëfimi im, një baba që dha gjithçka, por mbeti pa asgjë, një njeri që sot jeton vetëm me mall, lot edhe shpresë se ndonjë ditë ajo derë do të hapet dhe vajza ime do të vi me vrap në krahët e mi, të më thëras, baba, unë të mund të them, tani mund të vdesi qetë. Nuk është e lehtë të jetosh çdo ditë me një boshllëk në shpirt, një boshllëk që s'mund ta mbush as puna, as shoqëria, as parat e as udhëtimet. Është një dhimbje që fshihet pas një fytyre të heshtur, pas një buzëqeshje që të lodh shpirtin e të lodh zemrën, pas një zëri që mundohet të tingëlloj fort. Miq të më thonë të eci përpara, të mos mendoj më për të kaluarën, por si të ecësh kur e kaluara jeton brenda teje? Si ta haroj një vajzë që është gjaku im? Si ta haroj se dikur e përkëdhelja në krah dhe i thosha se do e mbroja nga e gjithë bota? Shpesh e shikoj nga larg në rrjetet sociale. Nëse më lejohet ndonjë dritare e vogël ku mund të marr një frymë, është rritur, është bërë një ëngjëll i bukur, por sytë e saj më duan shumë. Ndoshta i flasin keq për mua, ndoshta e mbushin në mendjen e saj se unë nuk dua ta shoh, se kam braktisur, por e vërteta është ndryshe. Unë jam këtu, kam qenë gjithmonë në shpirtin e lidhur pas saj, me syt nga dera, me duar që dridhen kur dëgjojnë zëra fëmijësh në rrugë, duke shpresuar se ndonjëherë do dëgjoj babi. Dua të jap këtë mesazh për gjithë burrat që sot ndoshta janë në të njëjtën pozicion. Mos e lini shpirtin të vdes, flisni, qani, lëreni dhimbjen të dalë jashtë, se ndryshe ju ha për brenda. Dhe për nënat që përdorin fëmijët si armë ndaj burrave që i deshën me shpirt, u them kaq, Zoti sheh gjithçka, e vërteta del, drejtësia vonon, por nuk mungon. Një ditë çdo vajzë do kërkojë rënjet e saj. Unë do t'jem aty siç kam qenë gjithmonë, si një baba që nuk u largua kurrë. Kjo është historia e tmerrshme që i ka ndodhur këtij burri dhe unë dua të jap një mesazh në fund të kësaj historisë që pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur, uroj që të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të bashkohen për hatër të këtyre ëngjëjve.